Krismat me armë dhe fishekzjarët prej vite shoqërojnë dasmat dhe ahengjet familjare, por ajo që për shumë kënd shihet si tradit apo pjesë e atmosferës festive, në të vërtet paraqet një rrezik serioz për jetën dhe sigurinë e qytetarëve. Në vend të gëzimit, festimet mund të kthejnë në tragjedi nëse armët përdoren pa përgjegjësi. Rastet e viteve të kaluara kur të shtënat kanë shkaktuar pasoja të rënda, përfshirë dhe humbje jete, janë një paralajmërim se një çast pa kujdesie mund të ndryshojë rrjedhën e festës dhe të gjitha zhvillimeve brenda saj. Në prag të sezonit të dasmave, kjo çështje është rikthyer në fokus të institucioneve kompetente. Në Këshillin Lokal për Preventiv të Komunës së Gostivarit në mbledhjen e fundit, përfaqësues të institucioneve diskutuan për masat parandaluese që duhet të ndërmerren bashkërisht për të evituar rrezikun që vjen nga të shtënat me armë gjatë ahengjeve familjare. Kryetari i Komunës së Gostivarit Valbon Limani gjatë kësaj mbledhje pyeti komandantin e stacionit policor Adil Ademi nëse në prag të sezonit të dasmave janë ndërmarrë masat konkrete për parandalimin e të shtënave dhe armëve gjatë ahengjeve familjare. Limani theksoi se institucionet duhet të veprojnë në mënyrë parandaluese dhe të dërgojnë apel të qartë deri tek qytetarët që të jenë të ndërgjegjshëm dhe të mos përdorin armë me qëllim që të shmangen pasojat e rënda dhe fatkeqësitë e mundshme. Kemi të njëjtin qëllim që t'ju shërbejmë qytetarëve tanë, edhe besoj se edhe ky takim gjithsesi do të ndikon pozitivisht në atë bashkëpunim interinstitucional, normal konform atyre kanaleve ligjore me të cilat ne duhet të komunikojmë njëri me tjetrin, por gjithsesi duhet gjithmonë të dalim krah njëri tjetrit për t'u shërbyer deri në fund të qytetarëve të komunës tonë. Nga sektori i punëve të brendshme Gostivar kanë njoftuar se edhe këtë vit do të realizojnë fushat parandaluese për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve. Në kuadër të planit që po hartohet, janë parapar të shpërndahen edhe materiale edukative përmes të cilave do të rikujtohen rreziqet nga përdorimi i armëve gjatë festimeve, si dhe pasojat ligjore që vinë në shprehje për veprimet e tilla. E kemi parasysh dhe jemi duke punuar për njëjtin plan. Vitin e kaluar kemi dalur me një apel apo parollë me të cilën shpërndajshëm edhe flajera në për qytetarë. Festo me zemër e jo me armë, po e njëjta do të përsëritet edhe këtë vit, është në proces të punimit i njëjti projekt dhe më besoj që shumë shpejt do të mbarojmë edhe atë. Plumbat e shkrepur në ajër nuk zhduken, thot Ademi, ata rikthehen në tokë dhe mund të përfundojnë në një shtëpi, në një automjet apo mes njerëzve të pafajshëm. Në vitet e fundit, plumbat qorë kanë shkaktuar dëme në prona, ndërsa në raste të caktuara kanë lënë edhe persona të lënduar. Institucionet kanë bërë apel që dasmat dhe ahengjet të mbeten momente gëzimi dhe bashkimi e jo të shndrohen në kujtime tragjike. Një festë të zgjat disa orë, por pasojat e një veprimi të pakujdesshëm mund të zgjasin gjithë jetën, thekson Ademi.